A kupton të që ka njerëz që s'din adresën e hallës ku e ka vlla? Duhet të thotë çunit hallës, nëse do të shkoj ke halla më çoj çik lokacionin. Po për çfarë jeton ti o vlla im? Dhe motra ime nëse nuk di adresën e hallës, apo adresën e tezës, apo adresën e dajës, apo adresën e xhajës. Për çfarë jeton o burr? Që të çoj kushëri lokacionin. Ndërkohë që harxhon 10 orë në ditë me muhabet e koti, me gjona koti, me shikime koti. Boj do bishëm për veten tate, boj do bishëm për shtëpinë tate, boj do bishëm për gjakun tate dhe fare fisin tate. Shkore vizitoj njerëzit se po përfundojnë në shirk, e po përfundojnë në kufër, e po dalin prej feje, se ju mungon dikush që t'ju flasi. E ti ke përdon llogari përpara Zotit. Kujto se do të dalsh rehat ditën e Kiametit. Po të gjithë kanë për të kapë përfytyn, nuk kanë bërton o Zot, po ky ishte në fisin ton, po nuk na foli. O Zot, po s'dishim gjo, filoni ishte. Po ne menojshim se e pagua Arabi. Menojshim se e paguajnë shoqatat. Menojshim se e paguajnë atë ke xhamia që falet. E neve na vite i not shkojshim prej notit. Për shembull,